si dëgjonin do të... Ministri Maqedonci, Po, ndashta është i vetëdijshëm, është nënshkrimi më i rëndësishëm jetësor i tij. Nështë në dëgjon. Po. Nënshkrimi më i rëndësishëm jetësor i tij. e kam pasur një intervistë. Qashtu. Dhe më thonë, tash, Amerikanë ti e din, se ki përvojë, nuk je veç gazetarë dhe më shumë, ata shkojnë me opcione. Për me hinë NATO, si pa gjitha gjasër, na duhet 2028. Atëherë përfundon tranzicioni. Tranzicioni, sepse për me hinë NATO, janë do elemente interesante, në shtë opinion nuk e din. Bazament kryesor, fatkeqësisht, pa thëmë është që duhet me respektu qytetarët serbë në Kosovë. Një, për me hinë NATO. Me pas drejtet e barabarta, janë të shkruara këto. Pastaj zhvillimi ekonomik, tani edukimi politik, tani mekanizmi NATO-s nuk është vetëm ushtarak, Jo. është edhe ekonomik, edhe politik, edhe psikologjik. Kështu që, çka ka vepru administrata amerikane? Ka shku me opcionin më të lehtë, jo shumë i shikueshëm, jo bombastik, por shumë i rëndësishëm. Kanë thonë në shkruaje Shqipnia, në shkruaje Amerikanë thonë që ndrojnë mbrapa. Absolutisht. 1000%. Dhe më thonë Pentagoni. Pesha saj ekskluzivisht. është e Pentagoni. një rëndësie Po. jetike. Ata janë tërheq tash në kuptimin publik për mos mi lëndu serbt. A kupton? Sa ty në intereson edhe Serbinë me pas me veti. Edhe janë tërheq pak, nuk e kanë banket punë, por është punë me shumë kompetencë, e Shtetet dhe Bashkuarat Amerikës, respektivisht të Pentagonit. Edhe kanë hy prej një deriçke, ta quajmë, jo pi derës madh, por kanë se ata punojnë me opcione. E njeri meqëm prej një deri i qel 5. Njeri pa meqëm prej 5 i mbyll. Për Kosovën këthu ky ishte lajmi më i rëndësishëm. Më i rëndësishëm për mua, duke pas parasysh njohuri që i kam, informacione që i kam, është tepër e rëndësishëm. Tash, në këtë farë memorandumi kanë me fillu, sa kam në njohuri edhe shtetet tjera. Në radhë është Bullgaria dhe është duke u bërë presion, dhe më thonë, në Gjermani. Kështu që në fakt, kur kjo nënkupton se ti kur keni memorandum me NATO-n, në momentin saktum që sulmon një shtet, sulmon edhe ty. Nëse na sulmon ne, po supozoj, tash Serbia, e sulmon edhe Shqipërinë. Nëse e sulmon Shqipërinë, e sulmon edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I sulmon gjitha shtetet tjera, unë zinxhir.